Erti ullet, tregon qa kam mësuar nga shkolla deri 50 vjeç, se normal që t'jep mend, se dhe mu baba im më jep mend në shtëpi, se di më shumë se unë. I ka pat 2 gjëra më shumë, i ka pat diellin 30 vite pare. Edhe kjo të bën ty me fitu këtu? Jo, mërë zotëri. Jo, mërë sa shu, marim gjithë kush kanë qenë ekselent në për Shqipëri, kur bëhet audicioni, edhe të vinë, e konkuroni kush di më shumë. Si s'ju ka ardhur turp këtyre dyve atë natën e parë më vlla, që e bën aq të dukshme që këta e kanë bë planin që nga jashtë bashk edhe ku do ulen dhe si do e ndërtojnë atë strategjinë e kësaj dyshes polemike të tyre këtu në shtëpi me lojën gati, me lapz dhe letër para se me hy, që në prajmin e parë kanë dashur të ulen secili në koltukët reciprok, respektiv të ndryshëm, të dy në të njëjtin kënd, në këndet ballore, në vendin e parë. Njëri këtej, tjetri këtej, domethënë lufta e hapur, kupton? 2 kundërshtar, 2 miq që këtu do sillen si kundërshtar, se kanë një polemik që nuk e zgjidhin dot, njihen apo nuk njihen nga jashtë. Me këtë dhe një fëmijë në klasë 3, po t'ja tregosh si fotografi, e gjen se çfarë është kjo gjë. Pse vim për një popull për budalla këtu? Se mirë neve pretendojnë. Për të s'kera me budallënj këtu brenda, për fatin ta të keq. Kom prej flakë s'kom qitë gjella, se në shumë ma flizuar. A e di që mua më pëlqen më shumë kështu? Jo, mëj.